Omeri radiallahu anhu në një rast shkon dhe don që të hulumtoj profetin alayhi salatu vesselam. Në fshehtësi don që ta dëgjoj. Çfarë flet ky tek njerëzit që ka kaq shumë ndikim që njerëzit po kthehen në besim. Edhe shkon dhe shikon Muhamedit alayhi salatu vesselam që ishte në Qabe dhe ishte duke lexuar surën Haka. Sura Haka është një sure e konsiderueshme e gjatë në Kuranin fisnik dhe kur po e lexonte Muhamedi alayhi salatu vesselam me zë këtë sure, Omeri po e dëgjonte. Mirë po mahnitej nga mënyra se si ishin të thurura fjalët, mënyra se si gjuha arabe ishte në një dimension shumë të përparuar të letërsisë, të prozës, të poezisë, dhe po e dëgjonte Omeri këtë dhe po mendonte me veten e tij. Kjo që po tingëllon kaq bukur, që po i këndon ky Muhamedi, duhet që patjetër të jenë fjalë të një poeti, se nuk ka mundësi të tingëlloj kaq bukur. Mirë po, prej urtësisë Allahut të lartësuar, Muhamedi alayhi salatu vesselam po vazhdonte të lexonte surën dhe kur e tregon vetë Omeri këtë, dhe kur po mendoja që kjo çfarë po lexon Muhamedi është fjalë e një poeti, erdhi Muhamedi alayhi salatu vesselam tek ajeti 41 i surës Haka dhe po lexonte: "Wa ma huwa biqauli sha'irin qalilan ma tu'minun." Jo, fjalë e Allahut. Jo, kjo nuk është fjalë e një poeti, por pak prej jush jeni që besonin. Omeri thot ushtanga, sikur po me lexonte mendimet e mia. Dhe në të njëjtën kohë, në të qindat e sekondë ditë, po mendoja që atëherë nëse s'është fjalë poeti, kjo duhet të jetë fjalë e një magjistari, fjalë e një falltari. Por më njëherë erdhi ajeti pas ardhës që po lexonte profeti alayhi salatu vesselam: "Wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun." Jo, nuk është fjalë e një falltari, e një magjistari, por ju jeni pak që përkujtoheni dhe pak që mendoni në këtë çështje. Dhe transmetohet që këtu ishte ndikimi i parë i lidhjes shpirtërore të Omerit radiallahu anhu me besimin Allahun lartësuar. Sepse thot, më ka ploi zemrën time një dashuri që s'po e kontrollosha dot zemrën time, ka shik këtij Kur'ani famëlar. Dhe shohim të dashur besimtar fuqinë absolute të fjalëve të Allahut lartësuar që ndikojnë në zemrën e njeriut.